Por ne kemi një pjesë të madhe të shoqërisë tonë që jeton në mërgate diaspor. Gjithsesi në të gjithë Evropën dhe përtej oqeaneve në Shtetet Bashkuara të Amerikës koncentruar bukur shumë. Shoqata Illyrian, shoqata e policëve dhe zbatuesve të ligjit, shqiptaro-amerikan që janë pjesë e departamentit të policisë së New Yorkut, kanë shënuar 113 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë në një ceremoni solemne të trashëgimisë shqiptare të mbajtur në selin qendrore për herë të parë të NYPD në Manhattan të New Yorkut. Është rrëfimi i kolegut që na sjell për herë rrëfimet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Halil Mula. Ceremonia u hap me parakalimin e njësitit ceremonial të policisë së New Yorkut dhe prezantimin e flamurit kombëtar shqiptar, atij amerikan, flamurit të policisë dhe atij të shtetit të New Yorkut. U intonuan himni kombëtar shqiptar dhe himni amerikan, duke shënuar fillimin e aktivitetit festiv. Imami i policisë së New Yorkut, Tahir Kukaj, në fjalën e tij u shpreh se me respekt e mirënjohje, shqiptarët dhe amerikanët festojnë sot trashëgiminë shqiptare në qytetin më të madh të botës. Ai tha se oficerët shqiptar e mbajnë mbi supet e tyre dy nderime, atë të distinktivit të detyrës dhe nderin e trashëgimisë së paraardhësve, trimërinë dhe besën shqiptare. As we come together, united, jemi mbledhur të gjithë bashkë që të festojmë trashëgiminë shqiptare, këtu në zemër të New Yorkut, qytetit më madhështor në planet, me forcat policore më madhështore. Zoti madhruar i bekov këta oficer të cilët në krahët e tyre mbajnë dy ndere, atë të distinktivit të detyrës dhe nderin e trashëgimisë së paraardhësve, trimërinë dhe besën shqiptare. Kryetarja e shoqatës, Jacqueline Marku, përshëndeti pjesëmarrësit duke shprehur mirënjohje për përkrahjen amerikane, si dhe për prindërit e familjarët që kanë mbështetur oficerët në rrugtimin e tyre drejt suksesit. Ne jemi dëshmia dhe suksesi e sakrifica e prindërve, gjyqërve dhe të gjithë paraardhësve tonë, të cilët erdhën këtu para nesh. Faleminderit atyre dhe popullit amerikan për gjithë përkrahjen në rrugëtimin ton drejt suksesit. Gjyqtarja Edi Shkreli theksoi se oficerët me prejardhje shqiptare kontribuojnë për drejtësi, barazi dhe zbatimin e ligjit, duke pasuruar policinë e New Yorkut, me perspektivën e tyre kulturore dhe profesionalizmin që sjell trashëgimia shqiptare. Të gjithë ne pa dallim vlerësojmë dhe angazhohemi ndaj parimeve të drejtësisë, barazisë për të gjithë dhe zbatimit të vazhdueshëm të sundimit të ligjit për të gjithë pavarësisht origjinës. Ju zyrtar të qytetit tonë me prejardhje shqiptare, angazhimi juaj për të mbrojtur dhe shërbyer qytetin e New Yorkut është dëshmi e forcës dhe qëndrueshmërisë së trashëgimisë suaj shqiptare. Perspektiva tuaja unike, kulturore dhe aftësia e qasja juaj, jo vetëm që pasurojnë policinë e New Yorkut, por edhe komunitetet që ju shërbeni. Gjatë ceremonisë, u ndan mirënjohje për gjyqtarën Edi Shkreli, familjen Gecaj, zyrtarët e qytetit Vera Mjeku dhe Stelni Shlajn, Ramiz Kukaj, si dhe për oficerët e policisë, Sami Dervishaj, Edmond Rishti, Fatmir Gjombalaj, Alban Kalaj, Antoneta Pepkolaj, Mirsad Radonici, Jack Shkoza, Adriati Kregjaj, Enid Hoxha dhe Kushtrim Rugova. Në pjesën artistike u paraqit grupi Nora e Kelmendit, i cili solli një program tradicional shqiptar që shtoi atmosferën festive të ngjarjes. Shoqata Illyrian e policisë së New Yorkut, e përbërë nga oficer dhe zbatues të ligjit me prejardhje shqiptare, vazhdon të promovojë trashëgiminë shqiptare dhe kontributin e komunitetit shqiptar në sigurinë dhe shërbimin publik në qytetin e New Yorkut.